Policia kufitare e Dibër godet një tjetër rast të kontrabandës me madhra të ndaluara ose të kufizuara. Policia kufitare e Dibër ka intensifikuar kontrollet për parandalimin dhe goditjen e palishmërive në kufi, duke finalizuar një tjetër rast të kontrabandës me madhra të ndaluara ose të kufizuara. Në kuadër të kontrolleve të bazuara në informacionet operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kufitare e Dibër, në bashkëpunim me Degën Doganore Blat, kanë ushtruar kontroll në hyrjet e Republikës së Shqipërisë në pikën e kalimit kufitar Blat. Gjatë kontrollit të një automjeti tip Seat me drejtues shtetasin AD 40 vjeç banues në Shkodër dhe pasagjer shtetasin AH 54 vjeç banues në Tiranë, u konstatuan pajisje të ndryshme që shërbejnë për kompletimin e pajisjeve të lurave të fatit, si kasa metalike, qarqe elektrike, çelësa dhe butona, pa dokumentacion përkatës. Në përfundim të veprimeve procedurale, 2 shtetasit u arrestuan në flagrancë për veprën penale, kontrabanda me madhra të ndaluara ose të kufizuara. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër për veprime të mëtejshme.